Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me fundin e muajit maj, se si do jetë, është një periudhë e vështirë për të gjithë. Gjithsesi, merreni me lehtësi, thjesht tregoni të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe, sepse në datën 25 kemi kalimin e Saturnit në shenjën e Dashit, që do sjellë ndryshime të mëdha, sfida të rëndësishme. Gjithsesi mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe kemi kalimin e planetit Saturnit në shenjën e Dashit. Tani Saturni është një planet që jep mësime, është mësuesi i astrologjisë. Por ndërkohë simbolizon ato kufit, përgjegjësinë, organizimin, pjekurinë. Ndërsa shenja e Dashit është një shenjë shumë impulsive, shumë entuziaste, vitalitet, gatishmëri për të ndërmarrë veprime të ndryshme. Dhe takimi i këtyre dy planeteve bën që ndoshta Dashi dëshiron të veprojë, të jetë i lirë, por Saturni imponon një lloj përmbajtjeje. Dhe këtu janë dy planete shumë të forta. Ky është pozicioni më i vështirë i Saturnit. Dhe kjo do ndodhi në datën 25 maj. Gjithsesi, disa shenja do ndikojnë më fort, disa më pak. Thjesht duhet të tregoni të kujdesshëm, nuk ka ndonjë gjë për të friksuar. Ndikimi i këtij tranziti nuk do jetë i njëjtë për gjithë ju. Kështu që më tepër do ndikojë te shenjat impulsive, që janë shenja e Dashit, shenja e Gafores, shenja e Peshores, më falni, por dhe të shenja e Briciapit. Ju do ndjeni një presion më të madh në përgjegjësi, në lidhje me përgjegjësitë që do keni. Ju do jeni të thirrur të përballeni me sfida serioze, por edhe për të arritur atë pjekurinë e duhur. Disa shenja të tjera, shenja e Luanit, shenja e Shijetarit, shenja e Binjakëve, ku i përkasin elementëve të ujit, të ajrit, por dhe të zjarit. Për ju do ketë mundësi dhe përmirësime pozitive. Dhe për shenjat e tjera, që është shenja e Demit, shenja e Virgjëreshës, shenja e Akrepit, shenja e Peshqve, nuk pritet që ju të keni trazira dramatike. Gjithsesi, do keni prova të fokusuara në fusha speciale të jetës tuaj, por në të cilën ju do arrini të menaxhoni me qetësi dhe organizim gjithçka që do keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, ndikimet do jenë për gjitha shenjat do jenë shumë të ndryshme. Dashi është një shenjë që do ketë ndryshime të mëdha në përgjegjësinë, në sfida, mundësitë paprittura, do vendosen kufizime gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, do doja të bëja një lexim të përgjithshëm për gjithë ju, duke hapur tarotin dhe duke parë se si do shkojë. Se cila shenjë ka ndikimet e veta. Atëhere, shohim këtu kemi energjitë shenjave të ujit. Ju të shenjës së ujit, shoh që disa prej jush, jo të gjithë sepse janë të përgjithshme, ju shoh që ju dëshironi të keni një takim me një person, flasim për pjesën e beqarve. Pjesa tjetër, ju dëshironi të stabilizoni njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, në lidhje me punën ose edhe me partneritetet të ndryshme që dëshironi të keni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, shoh për pjesën e beqarve, do keni takim me një person dhe është një person që ju do keni një lidhje shumë të fortë karmike. Dhe kemi kartën e gjykimit, kemi energji zjarri përsëri, shoh vendime të rëndësishme. Do jeni të vendosur në qëllimet tuaja, do merrni vendime në lidhje me një njofje që do futeni, me lidhjet ose marrëdhëniet, ose ju do mundoheni të vendosni edhe kufizime
Dhe këtu flasim në lidhje me personat që mund të kenë një distancim emocional. Dhe ju dëshironi të vendosni një lloj kufizimi në këto gjëra. Ose të mos veproni në mënyrë të pamatur. Gjithsesi, ju shoh që merrni një vendim për gjithë ata që mund të jenë në një distancim emocional, në një ftojë emocionale. Në rastin tjetër mund të jeni në një distancë dhe ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një situatë, me një dashuri, me një njohje, lidhje ose marrëdhënie, duke vendosur një lloj disipline në lidhje me këtë gjë, duke qenë më të disiplinuar, sepse këtë vendim do ta merrni për të qenë më të disiplinuar në lidhje me këto situata. Për pjesën tjetër, kjo ka lidhje me partneritetet të ndryshme, ku ju mund të keni punuar ose dhe dëshironi të distancoheni ose mund të jeni distancuar dhe ose me kontrata të ndryshme të vendi punës dhe ju shoh që aty do t'i vendosni qëllime vetes. Por ju shoh që do veproni shumë fuqishëm në një nivel më të fortë, domethënë, duke trajtuar kriza të veçanta që mund të keni pasur dhe këto kriza mund të jenë në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Mund të jenë në lidhje me partneritetet, me bashkëpunime të ndryshme. Gjithsesi ju shoh në një pozicion ku ju do dëshironi që të vendosur në qëllimet tuaja. Dhe këtu kemi fillimet të reja. Fillimet të reja, kemi energjitë shenjave të tokës dhe ju shoh të vendosur në lidhje me këto qëllime dhe kemi energjitë shenjave të ajrit, por kemi dhe të gjitha shenjat e horoskopit këtu. Në qoftë se ju dëshironi të bëni një fillim të ri, sepse ju shoh në kërkim, mund të jenë në kërkim të një dashurie, në kërkim të një pune, ose ju dëshironi të bëni një kthes pozitive në jetën tuaj, në marrëdhëniet tuaja. Dhe i keni të gjitha mundësitë për ta bërë këtë. Ose jeni në kërkim të një shtëpie, në kërkim të dokumentave, në kërkim të situatave të ndryshme që mund të jeni. Gjithsesi, ose për të rregulluar situata të ndryshme që mund të keni në jetën tuaj dhe doni të realizoni diçka. Por ju shoh që me kartën e magjistarit ju i keni të gjitha mundësitë për të realizuar një fillim të ri në dashuri, një fillim të ri ekonomik, ose në situata të ndryshme që mund të jeni në lidhje me studimet, në lidhje me shëndetin tuaj, ose realizime të ndryshme që dëshironi, një fillim të ri ekonomik që të marrë zhvillime të mira. Dhe kemi energjinë e shenjës së demit, shenjat të ujit dhe shenjat të tokës. Ju shoh që ju do jeni do dëgjoni intuitën tuaj gjatë kësaj periudhe. Dhe këtu flasim në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në lidhje me dashurinë. Ju keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar, në lidhje me çështje të ndryshme familjare, me karrierën tuaj ose me anën tuaj profesionale, dhe ju shoh që sikur do ndiheni më të qetë, duke besuar gjërat që ju thot intuita, por duke futur dhe besime të reja. Ndërkohë ju shoh që keni një ofertë. Mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë dhe ju do ndiheni nga ana emocionale mirë. Mund të jetë një ofertë pune dhe ju do ta pranoni këtë ndryshim në lidhje me këtë ofertë me punën tuaj, ose ju mund të jeni dhe duke rishqyrtuar punën tuaj, marrëdhëniet tuaja, por dhe situata të ndryshme që keni. Dhe ju shoh që do jeni duke rishikuar ofertat gjatë kësaj periudhe, si në lidhje me punën, me dashurinë, me anën tuaj ekonomike. Dhe shohim kemi përsëri energjitë shenjave të ujit, diçka refuzoni ose bini të trishtuar, por shoh që do merrni një lajm të mirë ose një person do vi drejt jush. Ju shoh në dilema, kemi energjitë shenjave të ajrit, kemi energjinë e shenjës së dashit këtu. Mund të jeni, por dhe të zjarit, nuk do të thotë domosdoshmërisht, sepse është e përgjithshme. Ju ndoshta nuk jepni dot zgjidhje një situate. Dëshironi të merrni iniciativa në një njohje ose lidhje, ose ju dëshironi të jepni zgjidhje diçka, por ju shoh të ngecur, jo në mendime, por sikur dëshironi të mbroni veten tuaj. Dëshironi të merrni një iniciativë në lidhje me dashuri, por nuk jepni zgjidhje, e refuzoni. Dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, por përsëri
sikur bini ajtë të rishtuar dhe shoh që një dorë nga universi vjen për t'ju ndihmuar. Në rastin tjetër, i shoh që ju mund të nuk jepni do zgjidhje marrëdhënieve familjare, situatave të ndryshme, ose edhe në lidhje me qëllimet që ju keni. Gjithsesi është një periudhë për një pjesë tjetër. Mund të jeni duke menduar që të jepni fund disa këtyre situatave dhe të merrni iniciativa të reja në lidhje me punën ose nga ana ekonomike. Është nuk e di, dëshironi ta bëni këtë fillim të ri, por sikur dëshironi të mbroni zemrën tuaj, veten tuaj në lidhje me iniciativat e reja që do merrni. Dhe vazhdojmë, shohim se si do jetë fundi. Dhe këtu kemi energjinë e shenjës së peshqve, energji të shenjave të tokës dhe të tokës përsëri. Ju shoh që ju ndjeni të sakrifikuar, dëshironi të hiqni një bar nga shpina juaj. Ndoshta ju mund të ndjeni pak të kufizuar në lidhje me anën tuaj ekonomike, disa prej jush, ose në lidhje me financat, me ndarjen e financave. Dhe këtu flasim. Këtu kemi energjinë e shenjës së Virgjëreshës dhe këtu flasim. Mund të krijojnë disa vështirësi ose vonesa financiare në lidhje me ju, ose mund të jenë edhe mund të kenë lidhje me partnerët tuaj në rastin tjetër, sepse shoh që janë financa të përbashkëta, ose mund të ketë lidhje me ndarjen e një pasurie, të një trashëgimie që ju prisni të merrni disa para. Gjithsesi, shoh që ju do arrini të krijoni një lloj stabiliteti ekonomik ose të merrni disa para. Gjithsesi, është një periudhë që do jetë e kalueshme, nuk është se ju do arrini ta stabilizoni, dhe këtu flasim energjia e shenjës së Virgjëreshës shumë fort, dhe do filloni një epokë të re. Ju jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me dashurinë, një pjesë tjetër, ju dëshironi të merrni dhe të jepni me një person, të ndani këto emocione që keni, por ju shoh që do harrini të fitoni një lloj pavarësie, një lloj autonomie, një lloj vetbesimi gjatë kësaj periudhe, duke lënë mbrapa situata të vështira që mund të keni. Gjithsesi, ju shoh që jeni ndjerë të sakrifikuar, por keni marrë dhe mësime në lidhje me situata të ndryshme. Ndoshta ju do jeni duke provuar edhe se si të stabilizoni, të vendosni një ekuilibër në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, ju shoh që do jeni nga gjitha këto situata, sakrificash, vështirësish, ju do dilni me një vetbesim më të fortë dhe do ndjeni më të vlerësuar ndoshta në marrëdhëniet tuaja. Dhe shoh kemi energji të shenjave të ujit, do shkoni më të sigurt drejt një dashurie, drejt një njohjeje që ju dëshironi të bëni. Dhe është koha për të vlerësuar veten tuaj. Në rastin tjetër, për disa të tjerë, ndoshta ju do arrini të lini mbrapa gjithë to vështirësi, sakrifica që keni kaluar për të stabilizuar situatat në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Për një pjesë tjetër, mund të keni lajme të mira gjatë kësaj periudhe, pavarësisht se është një periudhë sfidash, tensionesh, ju dëshironi të stabilizoni marrëdhëniet tuaja, por mund të jenë lajme nga fëmijët ose diçka tjetër, ose ju dëshironi që këto gjëra të funksionojnë pozitivisht, sepse shoh me një ndjenjë pozitive këtu. Dhe flasim në lidhje me marrëdhëniet, me punën nga ana ekonomike, mund t'i përfshini të gjitha situatat. Dhe hedhim dhe dy të fundit. Dhe këtu kemi energji, nuk kanë shumë rëndësi energjit, megjithse shikoj fillime të reja, ndryshime të mëdha. Mund të jenë ndryshime të mëdha në lidhje me situata të vështira që mund të keni kaluar, sepse e shoh këtu me sakrifica të mëdha që keni bërë. Dhe ju dëshironi të vendosni një rregull dhe një disiplinë në jetën tuaj, duke bërë fillime që të marrin zhvillime të mira. Ndoshta në punën tuaj, në të përditshmen tuaj, në përgjegjësitë dhe detyrimet që keni në lidhje me familjen, me shtëpinë, ose edhe me situata të ndryshme, dhe disa prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore. Gjatë kësaj periudhe, shoh një lloj bashkëpunimi edhe në lidhje me institucionet,
mund të jenë punë dokumentash, punë të ndryshme që mund të keni. Shoh pak vështirësi në lidhje me anën ekonomike në punë, sepse ju ndiheni të admiruar te vendi punës, por ose të vlerësuar, por shoh që të ardhurat mund të jenë edhe pak të vogla. Gjithsesi, është një periudhë që mund t'ju krijojnë gëzime fëmijët tuaj, ose ju mund të harrini të evoloni, të piqeni për të ecur përpara, sepse Saturni jep mësime dhe shoh që do bëni fillime që do marrin zhvillime shumë të mira. Por keni kaluar eksperienca, por shoh që ju do fusni një frym të re. Në lidhje me bashkëpunime, ose ju do jeni më bashkëpunus në marrëdhëniet tuaja, në punën tuaj, ose edhe në lidhje me anën ekonomike, në familjen tuaj, në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj. Por shoh që ju dëshironi të krijoni një lloj bollëku, prosperiteti, por kjo do vi fal eksperiencave që ju keni marrë, por gjithmonë duke futur diçka të re në lidhje me idetë që keni me punën ose diçka tjetër. Unë nuk doja të shifja të tjera, sepse megjithse hedhim edhe një tjetër. Dhe ju shoh që jemi në energjinë e shenjës së demit, ju të shenjës së demit, po këtu flasim edhe për gjitha shenjat, keni nevojë të bëni një pushim, të merrni kohë për veten tuaj, për t'i menduar gjërat se si t'ju jepni drejtim. Dhe këtu flasim, ju mund të keni gjatë kësaj periudhe, por dhe në periudhën e mëparshme, keni pas probleme shumë në lidhje me familje, në lidhje me njerëzit që ju rrethojnë, në punën tuaj, dhe ju dëshironi të jepni drejtim situatave. Por duhet merrni një pushim, të qetësoheni për veten tuaj për t'i menduar më me qartësi situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe kjo ka lidhje në fillime të reja, në lidhje me dashurinë, në një fillim të ri në një shtatzani, në një fillim të ri ekonomik, ku ju keni marrë eksperienca dhe dëshironi që ju të fusni ide të reja ose të bëni diçka ndryshe, të ndryshoni diçka aty, të jepni një drejtim gjatë kësaj periudhe, sepse ju shoh që keni qenë të pakënaqur në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, çdo shenjë ka ato efektet e veta. Unë do shoh edhe, do marr dhe një mesazh nga angjëjt se çfarë ju thon për këtë fund muaj, që do jetë i vështirë për të gjithë. Dhe kemi 10-ën e shkopinjve dhe edhe karta, edhe mesazhi nga angjëjt i tillë doli. Ju do çliroheni nga situata të ndryshme që keni pasur. Ju keni punuar shumë, pavarësisht situatave dhe vështirësive që keni kaluar, sepse keni punuar shumë në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet, ose ju kanë lodhur shumë situata të ndryshme që keni pasur. Si në dashuri, ju mund të keni bërë disa punë njëkohësisht, kjo ju ka lodhur, mund të keni punuar shumë fort dhe kjo gjë ju ka lodhur, dhe ju thot që keni punuar shumë fort, ka në momenti të çliroheni, duhet të kërkoni ndihmë nga të tjerët. Jeta nuk është vetëm lodhje, thot. Duhet t'i kushtoni rëndësi shëndetit, edhe shëndetit tuaj. Ndoshta të bëni një check-up, sepse është një lodhje e jashtëzakonshme, dhe kjo është shfaqur dukshëm të gjitha shenjat e horoskopit, unë e kam bërë edhe nga leximet private që kam bërë. Gjithsesi, është një punë e madhe që keni bërë, do të çliroheni, thjesht duhet të kërkoni ndihmë në lidhje me një dashuri, në njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe jeta nuk është vetëm lodhje, thot. Duhet kujdeseni për veten tuaj, për shëndetin tuaj. Unë do marrë dhe një tjetër, sepse gjithë kjo lodhje mund të shkaktoj edhe probleme me shëndetin. Dhe kemi mbretëreshën e monedhave këtu. Duhet përdorni logjikën më tepër, ju thot, në lidhje me situata të ndryshme. Gjeni kohën për të bërë gjëra që janë shumë më të thjeshta rreth jush, thot. Domethënë, mund të bëni dhe gjërat vogla. Bëni gjërat me logjik dhe me kujdes, thot, gjatë kësaj periudhe. Mundohuni të tregoni sa më realist, por dhe të kujdesshëm dhe të sjellshëm, thot, dhe të përdorni një mënyrë tjetër
në lidhje me situata të ndryshme. Ndoshta ju të ndryshoni takt ose si mund t'i thonë ndryshe, nuk e di, në lidhje me situata të ndryshme që ju mund të keni. Thjesht duhet të gjeni kohën për të shijuar dhe gjërat e vogla që ju rrethojnë. Atëherë kjo ishte për ju, uroj vërtet ta kaloni sa më lehtë këtë periudhë, sepse vërtet është një periudhë pak e ngarkuar me tensione, me situata të vështira. E rëndësishme është të menaxhoni situatat, të tregojeni të duruar, por edhe të kujdeseni për njofjet që keni, lidhjet, marrëdhëniet, në lidhje me punën tuaj, dhe t'i merrni gjërat më me qetësi, por edhe në lidhje me çfarëdo lloj situate tjetër që mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjohemi në videot e radhës.